Unë jam Aulon Kalaja, kandidoj për deputet në qarkun Durrës. Kërkoj votën tënde sepse kam hyrë për të mbrojtur disa kauza, jo për të marrë rrogën. Unë nuk jam deputet i radhës, por një konservator që besoj tek Zoti, familja dhe kombi. Jeta ime është protesta dhe humanizmi. Unë nuk blej vota, por unë duhet fitoj zemrat tuaja. Është hera e parë që konkuroj. Unë jam kundër mandateve të treta dhe të katërta. Familja shqiptare është e ndarë për gjysmë. Jam një aktivist kundër agjendës së shpopullimit të Shqipërisë. Unë kam shkruar programin e Partisë Demokratike për riatvesimin e shqiptarëve dhe kam propozuar krijimin e Ministrisë Familjes. Unë babës i them bab, jo prindi 1, dhe nënës i them nën, jo prindi 2. Besoj tek martesa midis burrit dhe gruas, besoj tek familja e madhe dhe me shumë fëmijë. Unë nuk jam ushtar rreshti. Nuk jam deputet kartoni dhe as servili kryetarit. Unë jam një nga ata shqiptarë që vendos Shqipërinë para partisë. Kam një grua, një atë, një makinë, shtëpi nuk kam akoma. Me besimin e palëkundur në parimet që manifestoj, ju ftoj të votoni Partinë Demokratike dhe emrin tim, Aulon Kalaja. Rrof Shqipëria dhe Zoti ju bekoft.